përmbet antarësimi në NATO dhe pjesërisht 4 rajonet e pushtuara nga Rusia. Po, ka pjesërisht. Pjesërisht, jo të gjitha. Jo të gjitha, se nuk janë pushtuar deri tani tërësia e rajoneve, po një pjesë e konsiderueshme e tyre janë pushtuar, pra ngelet ende, domethënë ushtrisë ruse ngelet ende punë për të bërë, dhe kjo kërkon një kohë gjatë ose ndoshta nuk e arrin dot t'i marrin, por nuk janë vendosur në kontrollin e plotë të saj tërësia e 4 rajoneve. Zaporizhja, Donjecku, Luansku dhe Kersoni. Pra pjesërisht edhe për këto nuk është se do të jetë një atribuim definitiv për Rusinë, por do të ketë një diskutim të dytë në lidhje me fatin e 4 rajoneve, po në mendimin tim, në pikpamjen time, nëse ata i lihen Rusisë, do të jetë shumë vështirë që të kemi një rikthim tek Ukrajina. Dhe nga ana tjetër kërkohet një garanci për vazhdimsinë e shtetit Ukrajinës, pra pjesa që është 80% e Ukrajinës, e cila kërkon garanci për sigurinë e saj dhe kërkohet një prezencë thelbësore forcave që janë aleatë saj, e dyta kërkohet një plan ekonomik investues për rimëkëmbjen ekonomike industriale, rigjenerimi social të saj, por ka dhe një skenar tjetër që pjesa e mbetur e Ukrajinës do të ketë dhe tendencë më vonë që të parafrohet me Poloninë, me cilën ka dhe marrëdhënie, të afrohet jo në planin të bëhet pjesë e parë, por të kenë marrëdhënie shumë të ngushta në planin shtetëror dhe strategjik me Poloninë, ndërsa Rusia nga ana e saj, nëse do të ketë një vazhdimsi të planit, do të rreket gjithmonë që ta bëjë jo funksionale qeverinë e Kievit ose të jetë një lloj qeverie satelite dhe kështu Rusia do të ketë dhe kontrollin politik mbi Kievin. Dakor. Në këto kushte, sipas këtij propozimi që sigurisht do diskutohet ende, nuk është përfundimtar, kemi të bëjmë me një kapitullim të Ukrainës dhe me një fitore të Rusisë? Kemi të bëjmë me një plan ku Rusia nuk dele humbur, domethënë, por nuk ka një përmbushje maksimaliste të kërkesave të saj, si dhe kemi një plan i cili garanton vazhdimsinë e ekzistencës së shtetit të Ukrajinës, pra shtetësisë së Ukrajinës, në pjesën 80% të territorit të saj. Kemi një plan ku në emër të një vlerësimi realist të kësaj krize bën disa lëshime përsa i përket normave ligjësive të së drejtës ndërkombëtare dhe mendohet do të ketë precedent të tjerë, dhe do të kemi për herë të parë njojën e Krimez nga SBA-ja, të cilin nuk e njeh as Kina. Megjithëse Kina ka pretendime të natyre historike, pasi Tajvanin e konsideron si një tezë ose dy versione të historisë, të njëjtës histori, pra të historisë popullit kinez, po me ideologji të ndryshme. Pra do të kemi precedentin e parë që SBA-ja njohin dhe do të ketë një precedent që njohin një territor të aneksuar, që do të ketë një precedent të dytë që ushtria Rusia nëpërmjet forcës arriti të shkëpus një pjesë të territoreve të një shteti aktoris drejtës ndërkombëtare, pavarësisht pikpamjeve historike ose të drejtave të pretenduara historike të Moskës, vetë fjalë për një nacionalizëm të një versioni etnolingvistik, pra etnik, por dhe lingvistik gjysor, por kështu do të kemi, dhe po flasim nivelet e prognozës, një modifikim të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe siç janë dy trende kryesore. I pari një është me ardhjen e Trumpit pushtet kemi si rjedhoje një lloj emergjence, një riarmatosje progresive të shteteve evropiane. Kemi dhe riarmatosjen e Japonisë dhe të fuqive të tjera të Azisë. Ndërsa aleanca me SBA-n, pra ndërmjet ish aleatëve të saj, nuk do të jetë më mbështetur mbi karta e principeve të njëjta, parimeve që ndajnë, pra nuk do të jetë më Amerika leadershipi moral, po do të jetë një aleancë mbështetur mbi domosdoshmërinë. Dhe nuk parashikoj një, siç po predikohet, sidomos edhe nga ekspertët ose tash quajtur intelektual francez, që Trumpi dhe Amerika e Trumpit bashkë me atë të Putinit kanë një projekt global të rindarjes sferave të influencës dhe Ukrajina në këtë këndvështrim është shumë e vogël dhe parëndësishme nga pikpamja amerikane, por unë shikoj një modifikim të marrëdhënieve ndërkombëtare, por rrethanat në Amerikë nuk e mundsojnë që Trumpi dalë totalisht nga amerikanizmi
si doktrinë historike e SBA-ve. Dakor, pavarësisht këtyre ndryshimeve që po shohim. Dhe qëndrimeve, Amerika mbetet e njëjta, po thua, në thelb, jo, do të ketë disa modifikime, nuk ka më kartën e liderit moral të Evropës Lirë, po do të jetë një lider i domosdoshëm në aleancat që do të projektojnë. Sa i përket çështjes së Ukrainës, me ardhen e Trump në pushtet u duk